Familjarët e Hekuran Morinës të vrarë më 7 shtator në Prizren protestuan sot para ndërtesës së gjykatës themelore në këtë qytet, në kërkim që drejtësia të nisë punën në ndriçimin e këtij rasti. Aziz Morina, i afërm i viktimës së fundit në Prizren, tha se Hekurani i ndjerë ishte viktimë e fajdeve. Dhe me datën 6 parit 2015 kanë shkuë në lokalin e Hekuranit dhe i kanë kërkuë fajde, kanë inskenuar dhe dokumente false. Mirë po, nuk kanë dalë të vërteta dhe me një fjalë shumë të rrumullaksume them edhe në emër të familjes Morina se i ndjeri baba i Hekuranit nuk i ka pas borxh material dhe asnjë borxh tjetër të mundshëm, asnjë individi dhe asnjë grupi. Morina tha se kur familja nuk ka planuar të bie në Grac, kanë filluar kërcënimet dhe pas kërcënimeve ai tha se dhe kanë rrahur në grup Hekuranin. Me këtë rast familja ka proceduar në polici me qëllimin që me këto grupe të merret drejtësia. Mjerisht që drejtësia e tanishme e cila po zhvillohet në shtetin ton nuk po përfillet dhe nuk po jetësohet ashtu qysh duhet të jetësohet sipas ligjeve në fuqi. Ndërkaq nëna Hekuran Morinës, Sevdia, tha se familja ka të vështirë të përballojë dhimbjen e madhe që ka për vrasjen e djalit dhe plagosjen e djalit tjetër dhe kërkoi që organet e drejtësisë të marrin masa urgjente në zbardhjen e këtij rasti. Pra na ne kërkojmë drejtësinë, nuk po kërkojmë kurrë më tepër. Drejtësinë, pse sot djali im më burros? Djali i ri po mrit, du me rrit jetima nona. Se jam nën e qëtyne që taj grus, e qëtyne të mive, por edhe një kemi 3 vjetë. Du me rritje tima. Kurse djalin e kam nashta, edhe pa vedije nashta dhe trosh. Ai nuk është as i gjallë, as i deken. Mbi një orë protestuesit qëndruan para objektit të gjykatës, me çrast 3 anëtar të familjes së ngushtë janë takuar me kryetarin e gjykatës Ymer Hoxha, nga i cili kanë marrë zotime se do të angazhohen maksimalisht për zbardhjen e këtij rasti. Por familjarët të zotime i kanë marrë me skepticizëm dhe thonë se nëse shumë shpejt nuk merren masa konkrete nga institucionet, ata do të jenë të detyruar si familje të veprojnë në vetmbrojtje. Pas qëndrimit para gjykatës, protestues qëndruan edhe para objektit të prokurorisë. Me çrast 3 anëtarët e familjes Morina u takuan edhe me kryeprokurorin e Prizrenit Syl Hoxha, pas takimit me të cilit nuk dhanë ndonjë hollësi rreth asaj çka është biseduar. Pas takimit me kryeprokurorin Hoxha, përfundoi edhe protesta.